Kërcimin kok më kok me Cristiano Ronaldo në Portugali-Shqipëri dhe duelet me Lionel Messi në miqësorën Argentinë-Shqipëri janë në arkivën e Endri Vrapit, ish mbrojtësit i cili ka luajtur me ekipin kombëtar vite më parë. Vrapi nuk është nga ata persona që shfaqet shpesh në media, por analiza e tij është e menduar dhe diçka të tillë ka bërë në një intervistë për Panorama Sport. Ai flet për sezonin që mbyllëm në superiore dhe kombëtaren shqiptare në prag të ndeshjes me Serbinë, ndër të tjera Vrapi jep edhe titullarët e tij të preferuar për ndeshjen më të rëndësishme të Shqipërisë. Niveli që kanë arritur legionarët e ka penalizuar pak thirrjen e lojtarëve nga kampionati vendas në kombëtare. Patjetër që po, duke qenë se ata luajnë në ekipe prestigjioze, zgjedhja mund të jetë më se normale. Çdo lojtar që është i thirrur në kombëtare do të japë më të mirën, duke qenë se ata janë në limitet e përfundimit të sezonit. Si ju është dukur lista e Silvinjos? Mendoj se ishte e pritshme, duke qenë se është pak ndeshje specifike siç është përjetuar dhe më parë, ku të gjithë përjetuan diçka aty. Kur kujton atë ndeshje, të vjen ndërmend pjesa flamurit dhe shumë gjëra mbrapa. Mendoj se koha ka ndryshuar dhe i ka shmangur problemet. Them se do të fokusohen te pjesa e futbollit dhe pse jo me një fitore. Të gjithë kanë ata lojtarët e preferuar. Cili është formacioni ideal i Endri Vrapit për ndeshjen kundër Serbisë? Kjo është një përzgjedhje që çdo kush te pjesa e futbollit do të kishte një dëshirë. Të paktën e para të fitonte Shqipëria dhe e dyta lojtarëve më në formë mund të kërkojmë 100%. Personalisht do të doja të shihja një ekip me 2 sulmues. Do të rrezikonim pak, por nëse do të kërkonim që në ndeshjen direkte me Serbinë të fitonim, mendoj se do të ishte më mirë me 2. Në port do të vijoja me Strakoshën, do të më pëlqente që të luani me një skemë 3-4-1-2, duke u përshtatur me Gjimshitin në pozicionin ku luan tek Atalanta, Ismailin në qendër dhe kumbullën djathtas. Duke parë se Aslani dhe Ramadani ka qenë konstant në kombëtare, mund të jenë dyshja e qendrës. Nga krahët një mundësi do të ishte Balliu, i cili arriti një sukses me klubin e vet dhe në krahun tjetër Mitaj, që u shpall kampion në Arabi. Treshja përpara Nedim Bajrami do ta bënte më së miri pjesën pas sulmuesve dhe në sulm do të preferoja 2 lojtarë që të kenë shtat lartësi. Armando Broja dhe Rej Manaj do të ishin ata që unë do të zgjidhja. Sa shanse ka Shqipëria për të kualifikuar në botror? Çdo shqiptar e ka ëndër që ekipi i tyre të jetë prezent në çdo kompeticion, duke qenë se ne shohim dhe grupin dhe mundësitë tona, të cilat janë pse të mos ta provojmë. Ndoshta në këtë ndeshje mund të provojmë diçka dhe nëse e fitojmë do të flisnim ndryshe pastaj për botrorin.